Fatje Taraku është një profesionist I ri në fushën e nutricionit, por shumë I dedikuar dhe I apasionuar pas tij. Ai ka përfunduar studimet bachelor në Kosovë, por ka vazhduar tutje në studimet e tij të masterit në programin Food and Health në Universitetin e Padovës në Itali, një nga universitetet më të njohura dhe të respektuara në Evropë, ku ka pasur mundësinë të thellohet në njohuritë e tij shkencore dhe praktikat më të avancuara të fushës së tij. Fillimisht Fati t'i uroj shumë fat dhe ndërkohë duke marrë parasysh që e kemi një fat këtu, unë dua të bëj edhe një falënderim për Spitalin Fati, me cili gjendet rrugës për në Çaklavic, atje ku mund të merrni shërbime shëndetësore të jashtëzakonshme për nga cilësia, sepse emrat më eminent të fushës do I gjeni aty, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, neonatologjia, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria e mirë dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime tjera të cilat sigurisht po I klikuat edhe në rrjetet sociale do të merrni edhe më shumë informacione. Tani po kthehemi tek Fati që e kemi këtu në studio. Fati, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, ju faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi të jam pranë jush dhe të diskutojmë më shumë rreth ushqimit dhe dietës. Fillimisht po më intereson me na tregu pak për përvojën tuaj në Universitetin e Padovës. E kemi përshtypjen se si është të studiosh në Kosovë, por si është të studiosh atje? Është një kënaqësi dhe një mundësi shumë e mirë dhe unike dhe njëkohësisht jashtëzakonisht formuese, sepse Universiteti I Padovës është një ndër universitetet më të vjetra dhe më të respektuara në Evropë, me një qasje shumë shkencore ndaj dietës dhe rolit të ushqimit. Për mua nuk ka qenë vetëm periudhë studimi, por jam thelluar brenda drejt ushqimit dhe rolit të saj dhe si ndikon në pjesën metabolike dhe të shëndetit të përgjithshëm. Nëse marrim parasysh mënyrën se si jemi rritur dhe ushqyer si popull ndër vite, në syt tua sot si profesionist, si e vlerëson? Besoj thellë që jemi ushqyer më mirë në të kaluarën, sepse kemi pasur qasje më shumë në produkte lokale, sezonale dhe njëkohësisht jo industrializuara. Pasi që kjo ndryshoi dhe tani kemi më shumë qasje në ushqime të cilat janë të procesuara, kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën ku kemi vërejtur që kemi pasur rritje të incidenteve dhe rritje të riskut të sëmundjeve autoimuneve dhe problemeve metabolike. Prandaj besoj që tani nuk ushqemi si jemi ushqyer më herët, por me një disbalancë dhe jo një dietë të balancuar. Edhe në të kaluarën, përfshir fakti që jemi ushqyer, le të themi, me produkte që kemi pasur ndoshta në bashkët tona, I kemi pasur sa më afër, I kemi marrë nga toka, kjo ka qenë pjesa e bukur, por jemi popull I brumrave. I duam pitet, I duam flijat, I like pita, I like fli. Edhe sot vazhdojmë kështu. Na fol pak për ndikimin e përdorimit të shpeshtë të brumrave në organizmin e njeriut. Po në besoj që kjo përkatësisht është një trashëgimi kulturor, edhe mendoj që është një gjë shumë e bukur, por nga ana shkencore ne nuk duhet të kemi më shumë kujdes. Për shkak se brumat e përgatitura me miell të bardhë dhe me vajra të rafinuar rrisin nivelin e indeksit glikemik dhe gjë që nuk kupton rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe rritjen e inflamacionit në trupin ton. Prandaj duhet të minimizuar apo të konsumohen në mënyrë më të moderuar dhe të kemi më shumë kujdes te kjo pjesa e brumrave. Por mos t'i heqim krejt. Por jo edhe krejt. Sa herë nështë si nutricionist dhe ma lejoje të konsumoj mua dhe arsimit që jemi, le të themi, adhurues apo admirues të këtyre ushqimeve? Të paktën një herë në javë, apo më pak se një herë në javë, mund të theja, sepse nuk jam shumë në pjesën e brumrave, nuk është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë për shkak se ka një rol të ndryshëm dhe duhet të paktën një herë në javë. Mirë, pajtohemi një herë në javë, është mjaftueshëm. Po kthehemi pak edhe te pjesa që si popull e duam dhe konsumojmë mishin e kuq sidomos. Na fol pak për ndoshta ndikimin e konsumimit të tepërt apo të shpesht të mishit të kuq në organizmin e njeriut. E dim që ka efekte pozitive, por ndoshta si ta balancojmë? Sa I përket pjesës së mishit të kuq, besoj që e kemi tepruar të pjesa mishit të përpunuar, pra prej sallameve, salqiqeve apo edhe të pjesa e sugjukut, të cilën ne kemi një konsum të tepërt dhe ka një lidhje apo një korrelacion mes rritjes së riskut të problemeve kardiovaskulare dhe kancerit kolorektal.
të cilat prandaj po them që kjo qasje edhe është shumë e dëmshme për shëndetin publik dhe duhet minimizuar edhe kjo pjesë. Kur jemi te shëndeti publik, e vren ndoshta le të themi diferencën mes popullit italian dhe popullit shqiptar në kuptimin e asaj se sa jemi të etur apo duam të informohemi rreth mënyrës së drejtë të ushqyerit apo ende ka shumë punë për të bërë tek ne. Besoj që shkenca e të ushqyerit apo nutricionit është në shkencë në rritje, si në Itali, si në Kosovë, si në anë mban botën. Prandaj ka ide prej të dyja palëve, mund të themi se kemi nevojë të informohemi më shumë rreth të ushqyerit dhe dietës së balancuar. Ose ndoshta na mungon neve edhe aktivizmi në shkolla. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të dinë se çka është një ushqim i shëndetshëm. Po do më ndal pak fati veç me nda me ty e kam bërë një hulumtim vite më herët edhe kam shkuar nëpër shkolla me pas se si ushqehen fëmijët në kohën e mëngjesit. Dhe nga ajo se çfarë kam gjetur nga hulumtimi im për disa ditë duke i përcjell në vazhdimsi, është se ata në rastin më të mirë e kanë konsumuar një kifle, në rastin më të keq, po e them, kanë konsumuar hamburger të stërngarkuar me shumë yndyrna. Në rastin më të mirë tjetër kanë konsumuar një pije të frutave, në rastin më të keq pije të gazuara, madje edhe pije energjike. Dhe sigurisht këtu pasaj është ngritur edhe çështja e edukimit në shkolla. Sa rëndësishme është sepse jo edhe pak ditë më parë kishim edhe një helmim të fëmijëve në një prej shkollave të PE-s. Do thotë jemi shumë mbrapa në këtë aspektin e edukimit qysh në fazat e hershme. Po në besoj thellë që edukimi në moshat e hershme, pra prej brezit të ri, është e domosdoshme për të kuptuar se fëmijët se çfarë duhet të hanë dhe çfarë duhet të eliminojnë nga ushqimet, sepse thash edhe një herë, për shkak se tani kemi qasje tek ushqimet e procesuara, ato jo vetëm që ndikojnë tek të rriturit, por më së shumë edhe tek fëmijët, sepse vrem se në shkolla këto ushqime janë të popularizuara dhe fëmijët nuk janë të informuar mirë rreth se si ndikojnë këto ushqime dhe sa të dëmshme janë ato ushqime për ta. Sigurisht edhe pastaj po du më ndal pak edhe të këto pijet energjike që janë shqetësim i madh për mua, të konsumohen nga fëmijët, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë një skandal, mund të themi, për shkak se fëmijët në një moshë të hershme të konsumojnë pije energjike është një ide e cila duhet të largohet menjëherë nga shoqëria kosovare. Këto pije janë të popularizuara sepse zakonisht sportistët i promovojnë këto pije dhe i fusin në dietat e tyre, por në të vërtetë fillimi prej fëmijëve deri tek mosha tjera, unë besoj që duhet të ngritet si çështje se sa shumë është e rëndësishme të eliminohen këto pije. Sigurisht, efekti pastaj duhet të jetë ekstra i madh sepse ne po flasim për një dietë e cila fëmijët do t'i le të themi edhe të angazhuar në aktivitetet e tyre dhe jo t'ju jap krahët. Ndoshta na intereson pak me di se cilat janë ushqimet me të cilat ne duhet me mësu fëmijët qysh prej hapave të parë, qysh prej 6 muajshit të parë kur fillojnë me ushqimet solide. Zakonisht rekomandohen ushqimet, domethënë prej perimeve, fillohet prej pureve të brokolit, karrotave dhe njëkohësisht prej pemëve të cilat janë dardhat, mollët edhe bananet, ku fëmia duhet të njihet me shijet e pastërta dhe jo me kripëra dhe me sheqerna, gjë në të cilën do të zhvilloj një ide se këto ushqime janë të mira për trupin e tyre dhe do ta mbajnë si një farlloj habie ku do t'i përcjell gjatë gjithë jetës. Pra shumë e rëndësishme që së paku në vitin e parë të jetës të eliminojmë kripën dhe sheqerin. Po. Pra është një prej këshillave që besoj prindërit e rinj duhet ta dinë. Ne po shkojmë me pak muzikë të përzgjedhur nga arsimi, po kthehemi prapë se kemi një befasi për fatin këtu në studio. U rikthejmë përsëri këtu në studio për të biseduar me nutricionistin Fat Taraku e ne sigurisht ju udhëzojmë që për të gjitha probleme shëndetësore të cilat mund t'i keni edhe për profile që ofrohet shërbim në spitalin Fati Im, të merrni shërbime atje, është rrugës për në Çaklavic dhe sigurisht mund të merrni më shumë informacione edhe në rrjetet sociale të spitalit Fati Im, në Facebook, Instagram dhe të tjera. E mos harroni se edhe një laborator i madh emër i dëshmuar ndër vite jep shërbime të jashtëzakonshme. Tani ne këtu e kemi pranuar
pranuar një urim të veçantë nga nutricionistja doktoresha Diola Dosti, e cila e uron fatin për rrugën apo rrugtimin e tij profesional. Ndoshta Fati do ta dëgjojmë bashkë? Përshëndetje Fati, fillimisht uroj shumë fat, edhe mendoj që është një fat i madh që ti do t'ju shërbesh njerëzve dhe komunitetin unë mendoj që kjo është puna më e bukur në botë nëse ti e don. Një ndër gjërat që unë të sugjeroj është që mos të referohesh asnjëherë nga çdo lloj autori që ti ke dëgjuar, ke lexuar, qoftë edhe Diola, qoftë edhe ku diun Dr. Berg apo Anthony Williams etj, por ti të marrësh informacion dhe të ndërtosh, le të themi, atë regjimin tënd ushqimor sipas parimeve të tua, sepse mendoj që çdo njëri nga ne nutricionistët e di brenda vetes se kush është mënyra më e mirë duke marrë informacionet e duhura. Kështu që mos qëndro asnjëherë në vlerë absolute të një fjalie që thot një doktor shkence, apo që thot Diola, apo që thot kushdo tjetër, por i merr sugjerimet e tyre, i merr referencat e tyre dhe në bazë të tyre ndërton gjën tënde. Kjo është gjëja që do të sugjeroja. Duhet ta duash shumë punën, edhe besoj që fakti që ke zgjedhur dhe je djalë dhe ke zgjedhur këtë profesion do thotë që e do shumë dhe je i dedikuar. Unë nuk e di sa dëgjohet aty, po edhe në momentin tash që jam ulur, jam duke dëgjuar një material. Nuk e di se sa dëgjohet, po gjithsesi ideja është që unë çohem në mëngjes duke ngrënë këto informacione vazhdimisht çdo ditë, mëngjes, drek, darkë, lexoj, Facebooku im, Instagrami im është vazhdimisht i mbushur me informacione të cilat kanë lidhje me të ushqyerit. Kështu që çdo ditë ushqehu me materiale të shëndetshme dhe bëj ato që të thot zemra. Shumë suksese. E bukur kjo, sigurisht po flasim për një doktor shkence, është Diola Dosti, e cila tashmë vetëm se është e njohur në gjithë shqiptarinë, le të themi, për punën e saj dhe dedikimin e pasionin e madh që ka rreth informimit të masës për ushqyerjen e shëndetshme. Si ishte për ty? Falenderoj shumë doktoreshën Diola Dosti për këto fjalë shumë të bukura dhe inkurajuese. Është një kënaqësi kur ndëgjon prej profesionistëve dhe mëson prej profesionistëve dhe Diola është një nga to, prandaj është një kënaqësi shumë e madhe për mua për mi dëgju këto fjalë. Tha të zgjohesh në mëngjes dhe të konsumosh informacione. Po. Edhe unë jam pro se çfarë tha doktoresha Diola dhe prandaj çdo ditë kemi informacione të reja mbi ide të ndryshme se si të ushqehemi dhe si të mbajmë një dietë të balancuar. E bukur kjo, po kthehem pak tek gjërat të cilat i shoh shpesh ti rekomandoj edhe Diola, por tani më intereson edhe një lloj le të themi pikpamje nga ana juaj. Janë bërë të famshme këto farat kia, farat e lirit, drithrat e ndryshme. Si nutricionist, mendon se me të vërtet ndoshta ndonjëherë po e teprojmë apo duhet ti përdorim në formën e duhur dhe në masën e duhur? Këtë pyetje ja kam bërë edhe Diolës dhe ma ka dhënë një përgjigje shumë të bukur. Po, edhe unë kam një mendim që duhet të merren në formë të moderuar, pra jo të teprohet, sepse farat chia dhe farat lire janë të pasura me antioksidant, fibra, omega 3, të cilët ndihmojnë në pjesën e sistemit të indeksit glikemik dhe po ashtu në homostazën e përgjithshme. Por mund të flasim edhe tek pjesa se si drithrat integrale luajnë një rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e shëndetit të zorëve dhe sa të rëndësishme janë ato t'i fusim në regjimin ton apo në dietën ton të cilën ne e kemi të përditshme, sepse dieta është çdo ditë se çfarë ham sot, nesër dhe për një jetë të tërë. Dhe kur flasim për faktin që e diskutuam më herët, keni bërë studime në Universitetin e Padovës, por më ka interesuar dhe më la shumë përshtypje tema e masterit. Keni folur për rëndësinë e vitaminës D në kancerin e lëkurës. Na fol pak për këtë. Çka në fakt është diskutuar atje? Unë kam pasur fatin dhe mundësinë të punoj me profesorë të cilët janë pjesë e kërkimeve më të avancuara mbi rolin e ushqimit në sëmundjet kronike dhe po ashtu onkologjike. Sa i përket pjesës vitaminës D dhe rolit të saj në
kancerin e lëkurës, kemi vërejtur se luan një rol të dyfisht. Dhe prandaj doza dhe dizajnimi i dozës duhet ende është për të diskutuar dhe kemi vërejtur që niveli i vitaminës D, sepse ne kemi asociuar gjithmonë vitaminën D me shëndetin e kockave, edhe në përmirësimin e humorit, edhe në pjesë të tjera, por kjo luan një rol edhe më të thellë apo më të gjerë në proceset metabolike dhe njëkohësisht në diferencimin e qelizave dhe në përgjithësi roli i saj ka qenë shumë interesant sa i përket ndalesës apo parandalimit të kancerit të lëkurës apo edhe njëkohësisht përmirësimit të gjendjes së pacientit me kancer të lëkurës. Kështu që është bukur kjo të dihet se ka ende shumë studime të cilat sigurisht se kanë me sjellë përmirësime edhe në parandalimin e sëmundjeve apo trajtimin e tyre. Një kolegu yni nga Zyra Ngjitur më shkruan dhe më thotë pyete Fatin, a ka nutricionist mbi peshë? Nutricionist mbi peshë nuk besoj që ka, sepse ne duhet jemi shumë transparent me pacientët tonë, prandaj që roli nutricionistit nuk është vetëm të monitorojmë mbi peshën apo shtimin e peshës, është një mision. Unë e them një mision sepse jetojmë në një periudhë ku sëmundjet autoimune, sëmundjet metabolike si diabeti, obeziteti edhe dislipidemit janë duke u qarkulluar në shëndetin dhe publik dhe prandaj duhet të merren masa parandaluese sepse nutricioni përdoret edhe si formë parandaluese edhe si formë të menaxhimit edhe të ngadalësimit të sëmundjeve. Sot po jetojmë në një botë ku shumë po flasim për ndikimin e suplementeve. Më intereson, a jemi duke, le të themi, i mbivlerësuar në kuptimin e asaj që edhe në përshkrimet e suplementeve thuhet se nuk i plotësojnë të gjitha nevojat dietike që i ka trupi, por që sigurisht mundet me dhënë ndonjë shtytje apo ndihmë në atë drejtim. Por sikur njerëzit janë fiksuar pak pas suplementeve, si është këtë? Janë fiksuar për shkak se kanë ide mbi të cilat që suplementimi luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e tyre, gjë që është e vërtetë, por që suplementimi si edhe dieta duhet jenë në masa të moderuara. Shembulli konkret është kolagjeni, që është përhapur shumë. Ne e dimë që studimet na tregojnë që kolagjeni luan një rol shumë të rëndësishëm në elasticitetin e lëkurës dhe njëkohësisht edhe në shëndetin e kockave dhe nyjeve. Por duhet të merret në masë të moderuar, sepse pas moshës 30 vjeçare fillohet ky paksimi i kolagjenit në trup dhe pastaj duhet të fillohet suplementimi, por nuk është një gjë e magjishme të cilët njerëzit e bëjnë wow në atë aspekt, sepse është një suplement dhe mund të përdoret në të mirë të trupit dhe jo të keq përdorohet. Më intereson pak ndoshta kujdesi që duhet me pas njerëzit kur e dinë se kanë sëmundje gjenetike në familje dhe a mund të parandalohet. Disi a mund t'i bëjmë ballë gjenetikës, a mund t'i themi stop. Po e marr shembull familjen time gjenetike kemi osteoporozën dhe un po punoj vazhdimisht që t'i bëj ballë osteoporozës. A mund t'i bëj ballë osteoporozës? Po, mund t'i bësh ballë osteoporozës për shkak se nëse kujdesesh ka pjesa e dietës dhe njëkohësisht aktiviteti fizik dhe suplementimi, atëherë ne mund t'i bëjmë ballë sëmundjeve të gjenetike dhe t'i parandalojmë dhe të jemi më koshqient sa i përket këtyre. Sepse ekziston kjo ideja që gjenetikës nuk keq ka t'i bësh. Ndoshta duhet ta zbehim këtë ide. Duhet të zbehet edhe pse është një fushë e re, por me plot informacion sepse kemi vërejtur se si ushqimi ndikon tek trupi jonë dhe si mund ta përmirësojmë trupin tonë përmes dietës, aktivitetit fizik. Prandaj është një gjë që mund të konsiderohet që mund të menaxhohet. Nëse nuk parandalohet, të paktën të menaxhohet. Fati, kam lexuar diku një rregull që thotë se konsumoni të gjitha ato ushqime që i keni më afër. Ushqime që bëjnë rrugë të gjatë për me ardhur deri në tryezën tuaj kanë më pak vlera ushqyese. Qëndron kjo sepse ndonjëherë kur shohim mango dhe të tjera të cilat ne e dimë se vijnë nga larg, shtrohet pyetja, a janë po aq të shëndetshme edhe për ne sa për ata që i kanë afër dhe ndoshta vetëm i marrin nga aty ku janë të shëndetshme sepse i kanë vlerat ushqyese dhe në formë të drejt për drejt ndikojnë pozitivisht në shëndetin tonë.
Prandaj si fruta dhe si perimet të cilat i kemi në tryezën tonë nuk duhet anashkaluar dhe duhet që të futen në këtë regjimin e balancuar të dietës dhe njëkohësisht të promovohet sa më shumë konsumi i këtyre ushqimeve. Ndërsa sa i përket konsumit të ujit, ka njerëz që thotë nuk kam shije, nuk më pëlqen uji dhe shtrohet pyetja, uji nuk ka shije, nuk ka ngjyrë, nuk ka erë. Dhe si mund të dikush thotë nuk më pëlqen uji, nuk konsumohet ujë mjaftueshëm ndoshta. Po nuk konsumohet dhe pastaj edhe pjesa e hidratimit është një pjesë shumë e rëndësishme për shëndetin e njeriut dhe prandaj unë inkurajoj këta persona që të lënë shijen anash dhe të pinë ujë dhe të hidratohen për shkak se dehidrimi dhe probleme tjera që lidhen në mos konsum të ujit mund të çojnë probleme të tjera të cilat nuk janë fort të rekomandueshme dhe mund të sjellin probleme tjera. Më intereson edhe diçka. Cili mund të jetë një ushqim që e rekomandoni për gratë dhe një ushqim tjetër që e rekomandoni për burrat, sepse dihet shumë qartë që ushqimi ndikon edhe fertilitetin, edhe performancën seksuale, edhe gjithçka tjetër. Dhe pastaj ndoshta ju hyn në punë njerëzve që si informacion ta kenë aty sepse e dihet që ndryshon organizmi i burrit dhe gruas. Po, zakonisht kjo pjesë tek pjesa e meshkujve rekomandohet bishtajorët edhe tek pjesa e femrave më shumë tek frutat dhe çajrat të cilat ndihmojnë në fertilitet. Pra ka një lloj diferencimi këtu dhe një qasje tjetër terapeutike si nga ana e moshkullit dhe poshtë dhe femrës. Tani më intereson edhe diçka tjetër këtu tek burrat dhe gratë. Kur keni përballë burra dhe kur keni përballë gra, është më lehtë që të bashkëpunoni me burrat apo me gratë? Në kuptimin që e marrin ata më lehtë rekomandimin dhe i qëndrojnë prapa apo janë gratë ato të cilat i qëndrojnë më shumë rekomandimeve? Sa i përket eksperiencës time, unë kam punuar shumë edhe si me pjesën e burrave dhe të grave, por më shumë tek gratë kanë qenë më koshciente dhe kanë qenë më të interesuara edhe për më shumë informacione dhe ndoshta jo kanë dedikuar më shumë këtë pjesë. Por edhe tek kjo pjesa tjetër e burrave nuk e kanë anashkaluar dhe këshillat e mia kanë qenë të mira për ta dhe i kanë respektuar. Kam një pyetje të fundit. Më intereson shumë trajtimi i mbipeshës apo obezitetit të fëmijët, sepse tha më herët ka një ushqyerje jo të shëndetshme edhe rreth shkollave edhe në shkolla dhe nuk është se po shohim rralla apo pak fëmijë të cilët janë në mbipeshë. Ke trajtuar fëmijë të cilët janë mbipeshë dhe sa shpesh prindrit kërkojnë ndihmë për të ndihmuar fëmijët e tyre? Në Kosovë ka një rritje të këtyre rasteve për shkak që, siç e thash, kanë qasje shumë në për shkolla apo edhe në qerdhe tek ushqimet edhe e procesuara. Prandaj është një sfidë edhe për prindin edhe për fëmijën që në moshë të hershme të përballet me këtë ide sepse sa e vështirë është që të komunikosh me fëmijën, se ti tregosh se çfarë duhet konsumuar dhe çfarë nuk duhet të konsumuar, mbetet një pikpyetje edhe për prindin sepse është një sfidë mjaft e madhe dhe duhet të kemi shumë kujdes sa i përket obezitetit tek fëmijëve sepse më vonë ai do të përballet edhe me sëmundje tjera kronike dhe me inflamacion. Përveç obezitetit lidhet direkt edhe me diabetin edhe sëmundje tjera kronike në të cilën do t'i përcjell në të ardhmen. Edhe ishte e fundit, por le ta lemi si të parafundit. Tani e kam edhe një pyetje. Në popull është kjo ideja se sa më i trashë të jetë fëmia është më i lezetshëm. Po. Kemi gabuar ndër vite? Po, kemi gabuar shumë, sepse nuk është një ide që unë e promovoj dhe kushdo që e ka këtë ide duhet ta largoj këtë ide sepse mbipesha asnjëherë nuk është e mirë dhe gjithmonë mund të sjellë probleme, si në të rritur dhe si në të fëmijë. Fati ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, ne të urojmë shumë fat. Uroj që rruga jote profesionale të jetë e mbushur me shumë suksese dhe sigurisht ju kemi prapë këtu në studio që të flasim për të arriturat e juaja dhe sigurisht edhe të ndikojmë bashkë në edukimin e masës, sepse në fund të ditës një prej parimeve kryesore të mediave është që të edukojmë masën dhe këtë ta bëjmë me profesionistët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, është kënaqësi dhe shpresoj që të takohemi përsëri. Patjetër që do të takohemi përsëri. Ishte edhe ky një podcast i kësaj jave këtu në Glam Radio ku diskutuam me nutricionistin Fat Taraku.
Biseduam për shumë gjëra rreth ushqimit, rreth mënyrës së të ushqyerit, rreth një jete më të shëndetshme. Biseduam për të arriturat e tij, sepse kemi një të ri në Kosovë i cili ka kryer masterin në Universitetin e Padovës në Itali, një prej universiteteve me renome në gjithë Evropën, kështu që është nder dhe kënaqësi që të promovojmë këta të rinj të cilët po sjellin përvoja nga jashtë dhe më pastaj ato po i lënë në vendin e tyre në mënyrë që Kosova të shkojë tutje dhe të zhvillohet nëpër fusha të ndryshme. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim. Ju mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë zyrtar në YouTube dhe sigurisht të ndjekni edhe faqet zyrtare të Glam Radios në Instagram, Facebook e TikTok. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim.